Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzdiles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Hani 5 kokra qershit çdo mëngjes dhe do kuroni një nga problemet më të mëdha pas moshës 50 vjeçare. Jemi në sezonin e qershive dhe këto ditë me siguri të gjithë mund t'i keni konsumuar, sidomos edhe për të marrë vlerat e tyre të cilat ju kanë munguar prej kohësh. Por disa njerëz kur i konsumojnë i kanë qejf të hanë bashkë me bërthama. Mirë po, për gastroenterologët kjo mund të jetë shumë e rrezikshme. Mjekët e urgjencës kanë këshilluar që qershit të mos i konsumoni me bërtham pasi mund të ndikojë negativisht në shëndetin tuaj. Kështu, konsumi i tyre në mënyrë natyrale ose edhe lëngut të tyre mund t'i ofrojë trupit shumë vlera të rëndësishme. Qershit përmbajnë vitaminën C, beta-karoten, vitaminën K, gjithashtu ato përmbajnë vitaminën B6, acid folik, mineralet të kaliumit, hekurit, bakrit, manganit dhe gjithashtu edhe fosfor, zink dhe kobalt. Përveç kësaj janë të pasura edhe me fibra të rëndësishme për organizmin tuaj, që do të sjellin rezultate të mira edhe në ndihmën e tretjes dhe në praninë e celulozës që rregullojnë tretjen. Frutat më të errta janë të shëndetshme, sepse janë të pasur gjithashtu me sasi të lartë të antioksidantëve për shëndetin e përgjithshëm. Ndaj, konsumi i këtij fruti vazhdimisht në dietën tuaj do ju jap shumë përfitime edhe në sistemin tretës. Ato përmbajnë melatoninë e cila ndihmon në relaksin, para se t'i konsumoni duhet i lani mirë me ujë të ftohtë. Sipas Medical Daily, doza ideale është që të konsumoni një tas të shpërndar në arkun kohor të ditës, dhe kështu personat që tashmë kanë probleme me tretjen nuk duhet t'i konsumojnë ato bashkë me bërthama. Përfshirja e qershive në dietën tuaj do t'jap një aspekt pozitiv për shëndetin e përgjithshëm, duke sjellë rezultate të kënaqshme jo vetëm për organizmin, por edhe për imunitetin. Konsumi vazhdimisht i qershive brenda normës së lejuar mund të japë rezultate të kënaqshme edhe në mbrojtjen e shëndetit të zemrës. Këto fruta të kuqe për shumë njerëz janë ëmbëlsira e preferuar e pranverës. Janë burime të shkëlqyera të zinkut, hekurit, kaliumit, por gjithashtu ofrojnë edhe përfitime të larmishme shëndetësore për mbrojtjen e organizmit. Gjithashtu, kaliumi ka efekte pozitive në shëndetin e zemrës dhe është komponent i rëndësishëm edhe në qelizat dhe lëngjët e trupit, që rregullojnë punën e zemrës dhe gjithashtu edhe presionin tuaj të gjakut. Ato kanë veti të mira anti-inflamatore, çka do të sjellin kështu rezultate më të mira në këtë aspekt për mbrojtjen e imunitetit. Në sajt e efekteve të tyre anti-inflamatore, frutat e kuqe në përgjithësi paraqiten si aleatet më të mira kundër dhimbjeve të kyçeve. Të pasura me antioksidant, ky frut parandalon oksidimin e qelizave që i shoqëron proceset inflamatore, kështu që rekomandohen për njerëzit që vuajnë nga dhimbjet e kyçit, artriti ose edhe nga lëndimet sportive. Sipas ekspertëve, 20 qershi në ditë janë në një zgjidhje mirë ushqyese për të përfshirë në dietën tuaj dhe për të mbajtur larg edhe këto komplikacione. Qershi do të stimulojë në sistemin tretës. Përveç acideve të tyre mbrojtëse, edhe për sheqerin frutor të qershive ato stimulojnë gjithashtu punën e lukthit, të zorëve dhe të pankreasit, dhe stimulojnë edhe tretjen. Përveç kësaj, qershit nxisin edhe nxjerrjen e ujit nga trupi dhe kështu lehtësojnë sistemin tretës të zorëve dhe qarkullimit të gjakut dhe aktivizojnë mërcinë dhe veshkat. Gjithashtu, substancat antibakteriale të qershive pengojnë formimin e shtresave në dhëmbë dhe mund të parandalojnë problemet e kariesit dhe problemet të mishrave të dhëmbëve. Gjithashtu, ky frut pastron veshkat në kanalet e urinimit sepse është një diuretik i shkëlqyer që ndihmon në sekretimin e urinës. Përveç kësaj, substancat bakteriologjike të qershive pengojnë formimin e shtresave të dhëmbëve dhe kështu parandalojnë problemin e dëmtimit të smaltit. Ato janë në një zgjidhje shumë e mirë edhe në ushqyerjen kundër rrullave dhe plakjes. Qershit rekomandohen për njerëzit që vuajnë nga astma dhe alergjit, si dhe për ata që vuajnë nga problemet e lëkurës, sepse qershit përshpejtojnë prodhimin e kolagjenit. Ky frut në fakt përmban antiocianinet të cilat forcojnë indet lidhse dhe pengojnë formimin e rrullave duke shkatruar enzimat e dëmshme të cilat e bëjnë lëkurën të vjetër dhe me rrulla.
Qershit gjithashtu kanë veti shëruese natyrale për celulitin sepse parandalojnë gjithashtu edhe krijimin e tij. Qershit sjellin dobi të mira edhe për sistemin tuaj të gjumit. Qershit përmbajnë antioksidantin melatonin, i cili qetëson kështu sistemin nervor dhe ndihmon kundër neurozave, pagjumësisë dhe dhimbjeve të kokës. Melatonina në fakt ndihmon në ruajtjen e bioritmit tuaj stabil dhe të saktë. Gjithashtu shkencëtarët nga Universiteti i Luizianës kanë zbuluar se lëngu natyral i qershive ndikon edhe te gjumi. Ulëntimi i tyre ka treguar se të anketuarit kanë fjetur mesatarisht 85 minuta më gjatë, pasi kanë ngrënë 2 javë çdo ditë qershi edhe kanë konsumuar lëngun e tyre. Qershit janë në një zgjidhje shumë e mirë edhe në humbjen e peshës. Qershit kanë pak yndyrë dhe kalori të ulët. Në 100 gram qershi do të gjeni vetëm 63 kalori dhe janë një ushqim i shkëlqyer gjithashtu edhe për sistemin tuaj tretës. Është e rëndësishme që qershit të konsumohen vazhdimisht në dietën tuaj. Ashtu si shumica e frutave, qershit kanë kalium kurse kanë pak natrium, gjë që ndihmon në largimin e ujit nga trupi. Ulëntimet e Universitetit të Michiganit thonë se antocianinat e qershit të errta zvogëlojnë edhe sasinë e yndyrnave dhe zvogëlojnë gjithashtu edhe yndyrnat e barkut, ndihmojnë në uljen e kolesterolit dhe promovimin e shëndetit tuaj të mirë. Qershit janë një burim shumë i mirë i vitaminës A, B1, B2, B3, B6, C dhe K, si dhe mineralet të tilla si kalciumi, hekuri, bakri, mangani, magnezi, fosfori dhe zinku, dhe është më mirë që t'i hamë ato vazhdimisht. Ekspertët këshillojnë nga 5 deri në 20 kokra qershi çdo ditë. Ky frut njihet edhe për faktin se sapo merrni një qershi nuk mund të ndaleni më, por ekspertët paralajmërojnë se nuk duhet të teproni por ta konsumoni gjithmonë brenda normës. Qershit përmbajnë gjithashtu fibra dietike, celulozë, pektin, acide organike dhe disa proteina dhe karbohidrate. Ngjyra e kuqe e qershive jep edhe antocianin dhe substanca të tjera fenolike, me aktivitet antioksidues dhe antiplakje. Përveç kësaj, antocianinat kanë efekte analgjezike, antiinflamatore dhe për këtë arsye janë shumë aktive për artritin. Antocianina dhe elementet të tjerë të qershive ndihmojnë në shtypjen e simptomave të astmës dhe problemeve tuaja të alergjive, duke sjellë kështu rezultatet më të mira ushqyese në dobi të organizmit. Qershit përmbajnë edhe element me indeks të ulët glicemik që trupi ynë i thith ngadalë. Prandaj ky frut është i dobishëm edhe të konsumohet me maturin nga diabetikët. Përveç ngrënies, ato mund të përdoren edhe në përgatitjen e lëngut, akullores, sallata, në fruta, në ëmbëlsira e të tjera. Dhe vlerat që do t'i ofrojë trupit tuaj janë vërtet të larmishme. Qershit mund të ofrojnë edhe përfitime për një gjumë më të mirë. Qershit ndihmojnë në aktivizimin dhe prodhimin e lëngjeve trece dhe ato të urinës, dhe gjithashtu mund të sjellin rezultate të kënaqshme në këtë aspekt. Qershit e përdorura nga personat që janë të pafuqishëm ose ata që vuajnë nga anemia, si dhe ata që kanë mungesë energjie, mund të ofrojnë shumë përfitime për organizmin e tyre. Konsumi i shpeshtë i qershive mund të plotësojë kërkesën e trupit tuaj për hekur dhe të rifuqizojë kështu hemoglobinën. Për këtë arsye parandalon problemet e anemisë të shkaktuara nga mungesa e hekurit. Sasia e vitaminës A që gjendet te qershit është 4 deri në 5 herë më e lartë se tek rrushi, molla dhe tek portokalli. Të gjithë ata që punojnë me orare të zgjatura përpara kompjuterit duhet të konsumojnë vitaminën A për të mbrojtur syt. Qershit gjithashtu përmbajnë vitaminën C dhe substanca të tjera që thithin hekurin dhe zorët mund të ofrojnë shumë përfitime. Përveç kësaj, qershit janë një burim i mirë i kaliumit, pektinës, vitaminës B e të tjera. Plakja e organeve është një tjetër problem që mund të lehtësohet me përdorimin e qershive në dietën tuaj, duke sjellë kështu rezultate të kënaqshme edhe në shëndetin e përgjithshëm. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mundësojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake ndër veprimet ose dhe efektet e tyre negative në shëndet. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë